Grupi A i kategorisë së dytë luajti pas ditën e së shtunës ndeshjet e javës së 14, vëmendjen kryesore e mori derbi verior mes Veleçikut dhe Shirokës. Ndeshja luajtur në Koplik ishte dy luftuar, duke u mbyllur me rezultatin e ngushtë 1-2 në favor të Shirokës. Pas një pjesë të parë pa gola, të tre golat e këtij takimi erdhën në fraksionin e dytë. Të parët që zhbllokuan rezultatin ishin miqt nga Shiroka me të zakonshmin Elidon Duli, që realizoi 2 minuta pas fillimit të pjesës së dytë. Vetëm 3 minuta më vonë blerja e re e Shirokës, ish futbollisti Vllaznin Skalaja tund rrjetën e portierit vendas Sretmir Lopçi, duke shënuar golin e tij të parë me fanellën e Shirokës dhe të dytin për skuadrën në këtë ndeshje. Ky avantazh jep qetësi miqve, por në minutën e 61 do të vinte një gol për Koplikun nga ish lojtari Vllaznis Jurgen Xhini, duke ngushtuar shifrat në 1-2. Minutat në vijim janë interesante me vendasit që kërkojnë barazimin dhe miq që mbrojnë rezultatin. Në fund vërshëllima gjyqtares Eglantina Pietrushi zyrtarizon fitoren e Shirokës, që e çon në kuotën e 29 pikëve. Duke përfituar nga pushimi i Sopotit të Librazhdit, Shiroka ngjitet në vend të dytë, 4 pikë pas Beslidjes kryesuese me 34 pikë dhe 2 më shumë se Sopoti që mban vendin e tretë. Ndërkohë Tërbuni Bukës barazoi në shtëpi, vendasit kaluan të parët në avantazh me Karajin në të 40-ën, ndërsa miq nga Gramshi barazuan me Lamshën në të 92-ën. Me këtë barazim Tërbuni mbetet në vendin e 7 me 14 pikë, ndërsa Gramshi renditet i 9 me 10 pikë, duke lënë pas Basanjen në vendin e 10 me 7 pikë. Bushata si të drejtuar nga Fation Hasani u mundën në transfert nga Luzi 2008 me rezultatin 3-1, ku goli vetëm për ta erdhi nga kapiteni Vildan Kaçubela.